Faleminderit zoti kryesues. Të nderuar deputet. Lajmi se qytetarët e këtij vendi po ikin nuk është lajm. Autobusët të cilët po i shohim çdo ditë, e çdo mbrëmje, nuk janë mbushur me turistë, por me hallëxhin të pashpresë, të cilët kanë vendosur ta braktisin Kosovën në kërkim të një jete të dinjitetshme. Për qindra mijë kosovarë është çështje mbijetese dhe zor është ta ndalesh këtë fluks të shtuar njerëzish të lodhur nga skamja e nëpërkëmbja, papunësia, mungesa e gjërave elementare për jetë. Dikur eknin të dëbuar për një regjimi hegemonist serb. Ndërsa sot, nga kush po ikin qytetarët e këtij vendi? A e kishte menduar ndokush se tani pas 15 vitesh në liri do të na përsëriti egzodi i emigrimi i pa kontrolluar në këto përmasa tepër shqetësuese, kur qytetarët tonë boshatisin shtëpi dhe fëmijët nxënës lënë bosh bankat e shkollave gjithandej nëpër Kosovë. Ndërkaq një pjesë e tyre shesin bile dhe shtëpitë dhe pronat e tyre, me vetëm arsye se u ka humbur besimi dhe shpresa në të gjithë pushtetarët e të 3 pushteteve në të gjitha nivelet, që udhëheqin dhe keqeverisin për 15 vite me institucionet e shtetit tonë. Ata tani në fakt po ikin nga shteti i tyre, i kapur nga një grup i bashkëkombësve tyre dhe jo vetëm. Asgjë nuk po i ndal të dëshpëruarit e shoqërisë sonë, as pamje tronditse nga kampet e Hungarisë, as rrëfimet prekse të azilantëve, as refuzimet e kërkesave për azil. Këta shpresojnë të gjejnë një jetë më të mirë. Shumica natyrisht pas disa ditësh, javësh apo muajsh mund të kthehen sërish në vuajtjet e mëparshme në vatrat e tyre pasi u refuzohet azili. Rrjetet mafioze po e keqpërdorin këtë situatë dhe po përfitojnë në kurrez të qytetarëve të pashpresë dhe të nëpërkëmbur nga shteti i tyre. Ky itinerar tragjik po vazhdon, ndërsa politikanët kosovarë po mjaftohen me disa postime në rrjetin social më të madh në botë. Facebooku i Mark Zuckerbergut po bëhet si dritare, po i shërben dritare gati e vetme, por t'u informuar në lidhje me qëndrimet e pushtetarëve kryesor të Republikës sonë. Statuset e zyrtarëve të lartë në Facebook, apo eventualisht cicëllimat në Twitter, kanë vlerë të fortë mediale sepse publikohen se hapin ballë sytë. Por politikanët mos harrojnë se zgjedhjet e reja në këtë situatë rënë si asnjëherë më parë dhe të pashpresë mund të vinë shumë shpejt. Gjatë fushatës fundit zgjedhore të njëjtit nuk lanë derë pa trokitur për kërkuar votat me oferta përkësi zhvillim të madh ekonomik, si dhe hapjen e vendeve të reja të punës, ku njëra parti e cila është në pushtet ofroi 200.000 vende të punës, e dyta po ashtu 120.000, e treta 100.000 vende të punës e kështu me radhë. Ndërkaq ne sot nderuar jemi me datë 26 janar 2015 dhe ende nuk kemi parë një program qeveritar për dalë nga kjo krizë e madhe në cilën jemi mbarthyer kaq keq. Të nderuar, kjo nuk është republika që e ndruan me gjithë qytetarët e këtij vendi të shumë përvojtur nga ish okupatori. Ky nuk është shteti demokratik e as shteti ligjor për cilin heronjtë tanë e dhanë jetën e tyre. Në vend të shtetit demokratik dhe ligjor të shumë pritur, qytetarët e këtij vendi përmes mashtrimit, kërcënimit dhe forcës u është ofruar dhe u është imponuar shteti i kapur nga politika dhe pushtetarët e papërgjithshëm të lidhur me biznese mafioze e të dyshimta që çdo ditë na trafikojnë mallra përmes veprimeve të kundërligjshme, duke dëmtuar me qindra miliona euro buxhetin e shtetit. Dhe për rrjedhoj, kaq njerëz të dëshpëruar nuk kemi paras në vitet e 90-ta të mbijetesës në okupimin e tani fshinit tonë verior. Vendit të nderuar i duhet një energji e re, e shëndosh dhe pozitive në interes të qytetarëve të shtetit të tyre. Një kthes e fuqishme, një shkputje plot nga ky mentalitet rrënues që për çdo ditë po i shkatron bazat e shtetit demokratik dhe ligjor. Një demokraci e rrejshme dhe e kamufluar siç tani pretendohet me hipokrizi, kur nuk mund të jetë e shëndetshme dhe as e dobishme për qytetarët pa dallim, kur nuk vlerësohen as nuk përfillen rend par vlerat dhe nuk respektohen parimet. Për 15 vjet shoqëria kosovare ishte dëshmitare një sistemi makabër të monopoleve mafioze, konstatimi i cili u theksuar nga presidentja e vendit. Pra shteti është shndruar në instrument të pasurimit të bizneseve të përzgjedhura, ku politikanët e caktuar ishin
janë dhe do të vazhdojnë të jenë kundërligjshëm aksionarë të fshehtë të këtyre bizneseve që përbën sërish kundërligjshëm monopolin dhe në dëm të gjitha bizneseve të tjera të ligjshme por të nëpërkëmbura nga administrata e korruptuar dhe politikanët shpërdorues. Të gjitha qeveritë në Kosovë tashmë 15 vjet nuk kanë qenë në shërbim të qytetarëve të këtij vendi. Andaj, qytetarët u shëmbushur kupa me gënjeshtra, me zhgënjime, hidhrime e poshtrime, të cilat janë bërë një pjesë të madhe të popullit për një kohë shumë gjatë dhe pandalshëm. Atë që populli ka prapë për plot 15 vjet është vetëm një gjë. Partitë politike në pushtet nuk kanë zgjedhur mënyrat se si ta ruajnë pushtetin, qoftë kjo në qeveri, ministri, gjyqësi, ekonomi, arsim, shëndetësi. Dhe besoj që ja dolën, sepse para nesh kemi një administratë publike e cila tashmë është super e specializuar për të shërbyer bizneseve monopoliste të politikanëve të vendit, grupeve në pushtet dhe grupeve kriminale. E një gjë është e sigurt, popullit sigurisht jo. Për 15 vjet durim, për ta parë para syve të vet, pleqkitje masive dhe sistematike të pasurisë shoqërore dhe shtetërore. E po nderuar, çka është tepër është tepër. 15 vjet pa drejtësi, ku një pakicë e lidhur me krimin e organizuar, i mori për veti të gjitha të mirat e këtij shteti. Shtetin vet, drejtësinë, ekonominë, arsimin, shëndetësinë, ata janë fakt mbi ligjin dhe mbi kushtetutën e këtij vendi. Të nderuar deputet, vetëm duke qeverisur në mënyrë të drejtë, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e vendit, pa abuzuar asnjëherë me pushtetin dhe pa keq përdorur paranë publike, qytetarët e këtij vendi mund të kthehet shpresa se një ditë vërtet do të bëhet më mirë. Ndërkaq, sa më pasiv shfaqet shteti me mekanizmat e tij në mbrojtje të drejtave të ligjshme të qytetarëve, aq më shumë autobuset do të mbushen dhe do të bëjnë zbrazjen e Kosovës nga qytetarët. Mirë po, për të ndodhur reformat, për të ndryshuar kursin, duhen hapa të vendosur, vendime të guximshme. Asgjë nuk mund të bëhet pa i prekur së paku interesat e paligjshme të grupeve apo individëve, që duke shfrytzuar pushtetin për 15 vite në radhë, kanë ndërtuar piramidat paligjshme biznesore, për cilave marrin përfitime marrëmendse. I nderuar kabinet qeveritar, po qëse do të heshni dhe nuk do të bëni kthesën e nevojshme nga mënyra e qeverisjes së kundërligjshme të deritanishme në këtë vend, duke zaventuar atë menjëherë me zbatimin e vërtetë të ligjeve dhe kushtetutës, atëherë sinqerisht vetë ju do t'u amundsoni rrjeteve mafioze që të shfrytëzojnë e të përfitojnë nga situata e krijuar dhe atëherë definitivisht ky akumulim i pakënaqësisë i mbledhur brenda këtyre 15 viteve do shpërthej vrollshëm dhe pandalshëm, duke kërcënuar dhe duke rrezikuar sigurinë dhe paqen e vendit në tërësinë e tij. Besoj se jeni të vetëdijshëm se ju do të jeni përgjegjës pastaj për pasurat e rënda që do të kishte vendi dhe qytetarët e pafajshëm. Presim veprimet e juaja, ju falenderit.